dy vendet të cilat e kanë qarë vazhdimisht blokadën në Slovakia dhe Hungaria. Dhe unë them që është e mundshme. Po ka diçka që dua t'ju them, është e hiperbolifisuar në pjesën e terrenit ndikimi rus, ndërsa politikisht është prezent. Mund t'jesh naiv që thua nuk është, dhe përfaqësues është me të vërtet zoti Vulin. Po ka diçka shumë interesante që në shumë momente zoti Vulin, që ju e dini është ideatori botës serbe, dhe zoti Dodik kanë lidhje direkt me Putin dhe disa herë i kanë bërë që së ndi Beogradi zyrtar, që neve kemi lidhje direkte. Ndërkohë që duket se simbolika e protektoratit që Rusia i bën Vulin nuk ka qenë as e rezervuar dhe as e kursyer për ka diçka tjetër, që është prapë pjesë ekonomike. Në Beograd ka një thënie që e përdorin qytetarët me njëri tjetrin. Rusët të mbajnë me ajër, dhe është pak ajo nga metafora vjen nga kjo e Qiqikovit. E keni parasysh ke Gogoli. Kurse kinezët dhe arabët në mbajnë me para. Dhe në Beograd ka gjithmonë më shumë një rezervë për Rusin. Jo rezervë. Ka rritur deri në nivelin e probleme me rusët. Qerat, marrëdhëniet e punës, sepse mënyra se si është futur pa të drejtë nëpërmjet serbëve, biznesi rus në Serbi që nuk është biznes potencial, ka krijuar shumë probleme të brendshme. Pra e ka çuar irritimin tashmë në probleme reale mes palëve. Ka krijuar irritime. Ky do të ishte një lajm i mirë nëse e shohim nga këndi shumë i ngushtë i vështirë. Por po të na jepni të mundësi tjetër që ta shtjellonim, është element shumë i mirë për organet tona të sigurisë. Por një vëmendje të shtuar për të parë këtë model. Për çarjet që janë, sepse ne nuk jemi puritanë. Do ta diskutojmë, prandaj konsiderova një lajm të mirë indikacionin që më dhat. Ambasador, një kundërpërgjigje me Slovakinë në këtë rast dhe Hungarinë. A do të ishte mundësi apo sidoqoftë mund të jetë një aventurë e rrezikshme dhe shumë kurajoze për këto dy vende që gjithsesi janë pjesë e NATO-s? Unë jam dakord me analizën që bëri ambasador Çeku. Nuk mund të kalojë Hungaria, pavarësisht se ka politika jo liberale dhe përkrah Putinin si një sistem qeverise, por është antari i NATO-s, i Bashkimit Evropian, dhe këto janë kalimet të vijave të kuqe. Nuk ka rinë deri këtu, pavarësisht guximit që mund të ketë edhe Orbani edhe Fico për bërë. Por deri tani Orbani dhe Hungaria kanë përkrahur jo vetëm Vučićin, po edhe Dodik. Do të thënë, një nga përkrasit më kryesor të Dodikut është Orbani. Dhe dihet që Dodik për Ballkanin është vendi ose inspiruesi i ndryshimeve të Ballkanit, sepse është i vetmi vend në Ballkan që ka trajnuar edhe forcat paramilitare të tij nëpërmjet ekspertëve rusë. Pra, në këtë rast, ky trinom i ri i mundshëm bashkëpunimin për të dalë përballë Shqipërisë, Kosovës e Kroacisë, nuk do të ishte një kapërcim pindarik i paimagjinueshëm? Unë mendoj që është më tepër një kërcënim në aspektin që ne mund të bëjmë lëvizje të tilla, sesa të jetë një iniciativë reale, se në qoftë se bota edhe Europa do të ndajnë në grupime të tilla për t'u kundërvënë njëra tjetrës, domethënë do të kishim edhe fundin e Bashkimit Evropian, sepse deja ekzistojnë domethënë kontradita midis veriut të zhvilluar, jugut të pravambetur, kemi pjesën lindore të Europës e cila kërkon dhe që çështjet e saj të sigurisë janë primare përpara çështjeve të euros edhe të emigracionit. Kështu që polet në këtë rast do ta revizonin dhe thellonin këtë rrezik. Shumë më tepër se kaq. Po mendoj që Vučići po përpiqet që të menaxhojë, ai është një pavarësisht se është armiku i interesave tona, po është një lojtar i cili e kupton, ka manipuluar, është pjesë e gjithë këtij regjimi të vjetër të manipulues të Beogradit. Po quajmë lojtar serioz dhe të rrezikshëm. Shumë të rrezikshëm që nuk duhet besuar. Edhe ne kemi parë konkretisht se si ka manipuluar edhe politikën shqiptare në shumë raste për ta vënë në shërbimin e saj, sepse po të ishte Shqipëria bashkë me Kosovën